Sot në orët e para të mëngjesit në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një person nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, prodhim i paautorizuar me lëshim në qarkullim i narkotikëve. Gjatë pastisjes, ai ka dorëzuar vullnetarisht një kuti në të cilën kishte marihuanë. Ai është ndaluar në stacionin policor në Gostivar dhe pas dokumentimit të rastit do të paraqitet kallëzim penal përkatës. Dje në orën 20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një qytetar nga Tetova ka denoncuar një sulm fizik të kryer ndaj djalit të tij 12 vjeçar. Sipas denoncimit, rreth orës 12 në një shkollë fillore të Tetovës, pas përfundimit të orës së edukimit fizik, disa nxënës më të rritur të së njëjtës shkollë e kanë sulmuar fizikisht. Dje rreth orës 16:30 nga qendra emergjente në Gostivar është denoncuar se tek ata janë sjell 2 të mitur me lëndime. Pas masave të ndërmarra, është vërtetuar se të miturit i kanë marrë lëndimet pasi kanë rënë nga një trotinet elektrik, me të cilin po lëviznin përgjatë kejit të lumit Mazdraxha. Njëri mitur ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa tjetri lëndime trupore. Dje në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 26 shofer, 20 në Tetov dhe 6 në Gostivar për parkim të parregullt, ndërsa 18 automjete janë marrë në Tetov me automjetin special me rimang. Janë sankcionuar edhe 53 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik, 38 në Tetov dhe 15 në Gostivar.